Në një shprehje të asaj se sa e ndjeshme është qeveria britanike ndaj akuzave se lidhjet e ngushta të Britanisë me Shtetet e Bashkuara janë minuar nga shkurtimet në ushtrinë britanike apo refuzimi britanik për të përfshirë në sulme ushtarake ajrore në Siri, kryeministri Cameron hodhi poshtë akuzat e bëra nga ish-sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Sipas Gates, këto shkurtime nënkuptonin se forcat e armatosura britanike nuk ishin më një partner i plot ushtarak i Shteteve të Bashkuara, por kryeministri Cameron tha se Robert Gates e ka gabim kur bën një deklaratë të tillë. Qeveria britanike ka bërë shkurtime të mëdha në shpenzimet me synim paksimin e buxhetit të madh publik në vend, shkurtime që kanë ndeshur në kundërshtimin e gjeneralëve kryesor britanik dhe parlamentarëve vendas. Ushtria britanike do të shkurtojë me 20.000 numrin e ushtarëve të saj brenda një dekade, ndërkohë që flota ushtarake detare do të humbasë rreth 6.000 ushtarak, ndërsa forcat ajrore rreth 5.000 syresh. Megjithatë, Britania mbetet vendi i katërt me shpenzimet më të mëdha në botë në fushën ushtarake pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Rusisë. Duke kritikuar në Londër ushtrinë britanike, ish-sekretari amerikan i mbrojtjes në kohën e Bushit dhe Obamas tha se Britania për herë të parë që pas luftës së parë botërore nuk ka një aeroplan mbajtëse operacionale, ndërkohë që gjenerata e re këtyre aeroplan mbajtëseve do të hyjë në shërbim në vitin 2020. Por Cameron tha se 160 miliardë sterlinat në programin e investimeve do të financionin aeroplan mbajtëse të reja në ndecet bërthamore, destroyer dhe fregatat. Britania mbetet shok në armë e Shteteve të Bashkuara dhe ka qenë vetmja fuqi më e madhe që është bashkuar Amerikës në fushbetejat në Irak dhe veçanërisht në Afganistan. Arben Manaj, Top Channel, Londër.